kohën ku po vinte një sasi e madhe plaçke lufte nga Iraku i sotëm pra. Ndër atë kohë Iraku i sotëm ka qenë pjesë e perandorisë perse. Edhe pasi arriti kjo plaçk lufte në Medinë, filloi të ndante atë me drejtsinë e vet, sikur dinte Omeri radhiyallahu anhu, gjithë luftëtarëve, atyre që s'kishin qenë në luftë. Në turmën e njerëzve që priste të merrte plaçkën e luftës, ato çka i takonte dhe si e gjykonte prisi i shtetit Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, thuhet që sahabi i nderuar dhe luftëtari i njohur dhe i nderuar i Islamit Sa'd ibn Waqqas radhiyallahu anhu, prej 10 përgëzuarve me xhennet nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, trup madh dhe shtat lart, thuhet që po vinte të kush i dilte përpara prej njerëzve, pra i shtynte me kuptimin e fjalës, që mos i zënshin rrugën. Mirë pa Omerit nuk i fshihej gjë, i shikonte gjërat nga afër dhe nga larg, e pa Sa'din. E ndaloi ndarjen dhe i tha Sa'd, wallahi thot, nëse nuk do t'ishe prej burrave të Bedrit, luftëtarëve të Bedrit, nëse nuk do t'ishe prej 10 përgëzuarve me xhennet nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk do t'ishe prej gjeneralëve që kontribove dhe sakrifikove rrëzimin dhe shkatrimin e 2 perandorive të mëdhoje që ishin persët dhe romakët e asaj kohe, thot, do ta kishe tërhapnika, do të kishe rënë këtë komxhik mes kokës, si thot nuk e ke frikë sultanin e Allahut në tokë. Kur ai mbi qiell të sheh dhe të vrejton.